Sa fëmijë keni vrarë sot, jo në emrin ton. Me këtë mbishkrime në pankarta u marshua në Shkup në shenjë proteste organizuar nga nisma Të Gjithë për Palestinën. Bën thirrje për drejtësi, përgjegjësi dhe solidaritet, duke kërkuar nga autoritetet e vendit ta njohin gjenocidin dhe të veprojnë sipas të drejtës ndërkombëtare. Što barаме официјална осуда на геноцидот, нешто што не е направено веќе 2 години. Потоа бараме признавање на палестинската држава, бараме да се прекине секаква соработка со Израел, културна, спортска. Нашата иницијатива има повеќе барања кон нашата влада, кон нашето собрание, кон нашите политичари. Најважно ни е да се укинат нашите врски со Израел. Имаме, не ни треба увоз, извоз, не ни треба нивните продукти. Fokusi ishte për dërgimin urgjent dhe të papenguar të ndihmës humanitare në Gazë dhe për një rindërtim të drejtë të udhëhequr nga populli i Palestinës. Organizatorët theksuan se ndalimi ose kushtëzimi i ndihmës është shkelje së drejtës ndërkombëtare dhe kërkuan mbikëqyrje aktive dhe llogaridhënie nga qeveritë dhe institucionet ndërkombëtare për çdo pengesë. Marshi nisi para monumentit Sinfonia e Paqes, vazhdoi drejt kuvendit dhe përfundoi te Ministria e Punëve të Jashtme.